Pamja piktoreske e urës historike të Mesit tërheq çdo ditë me dhjetëra turist nga gjithë bota. Historia dhe peizazhi natyror rreth saj e bën këtë vend mjaft tërheqës, por vetëm pak metra me tutje kontrasti është i dukshëm. Ura tjetër që shërben për kalimin e përditshëm të automjeteve dhe lidh fshatin mes me drishtin ndodhet në kushte të rënda amortizimi. Kjo urë vuan prej kohësh mungesën e investimeve. Disa parmak mbrojtës janë të dëmtuar, duke u kthyer në një rrezik konstant për këmbësorët, ndërsa trotuari i dëmtuar dhe hapësirat e kalimit e bën lëvizjen e pasigurt. S'ka nevojë me rregulluar këtë. Tash sa kosti rinisht të tash sa vite bile. Ka nevojë. Me ripar ujta, prizë ta gjona me shtru. Për mog, çdo orë, vend turistik. Të ndërisht jetojmë na po. Kja është e nevojshme me nërhynde, po si s'ka nevoja, kja është një dhe veti që është një gjëna të tëna, kja është qyrë sa nërtu me partinë e punët. Kush ka mu dorë dhe, asa ka vekush. Tash, që me thonë për këtë punë, kja është e nevojshme. Rrezikshme me këto përmok të thëmë? Si ta rrezikshme, mos bjen kush poshtë e gjëna, gjitha, kja dënë me mu dorë, me shikuhet e tëna. Banorët e drishtit dhe zonave përreth kërkojnë me ngull me rehabilitimin e këtij segmenti mjaft të rëndësishëm përpara se amortizimi të sjellë pasojat e tij.